Përshëndetje, shenja e peshores. Kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Panorama juaj hapet me një frymë introspektive dhe mbyllet me ndriçim shpirtëror. Fjala që prizëm orakull ju jep për këtë javë është reflektimi. Reflektimi është thelbi i asaj që po përjetoni, një proces i thellë personal i rishikimit, ekuilibrit dhe pjekurisë. Energjitë tuaja janë të pasura me emocione, por edhe me qartësi që lindin më pas, sipas një stuhie të butë kur gjithçka fillon të pasqyrojë dritën me ngjyrë të re. Kjo është një javë në të cilën zemra dhe mendja mësojnë të flasin me njëra tjetrën në harmoni. Në gjendjen personale, fillojmë me 4 kupat ku tregon moment të reflektimi. Ndoshta ndiheni pak të pakënaqur, sikur disa pjesë të jetës nuk ju frymëzojnë më si dikur. Kjo është energji e stagnimit shpirtëror, por njëkohësisht shenjë se shpirti juaj po kërkon kuptim më të thellë. 5 kupat vazhdon me ton emocional, zhgënjim, kujtime që ende prekin, ndoshta vështirësi për ta parë dritën pas një humbjeje. Por më pas vjen bota, karta e mbylljes së ciklit me mësim. Kjo është karta që ju thot, jeta juaj ka hyrë në një fazë më të pjekur. Tashmë dini çfarë nuk dëshironi të përsëritet. Dhe në fund kemi 6 monedat. Vendosin përsëri ekuilibrin. Kjo është karta e drejtësisë shpirtërore, e balancës midis dhurimit dhe pranimit. Ju po mësoni të mos jeni gjithnjë ai që jep ose ai që pret, por një qenie që jeton në rrjedhë të ndershme reciproke. Ky kombinim në tërësi flet për shërimin nga zhgënjimi dhe kthimin në besimin e brendshëm, që është për peshoren mënyra më e natyrshme për të rifituar harmoninë. Kalojmë në familje. Në familje, sfera familjare me kartat 8 shkopinjt, 5 monedat, mbreti i shpatave dhe 4 monedat paralajmërojnë ndryshim të shpejtë dhe nevojë për qartësi emocionale. 8 shkopinjt është energji lëvizjeje, komunikimesh apo lajmesh që mbërrin papritur. Diçka në rrethin tuaj të afërt kërkon vëmendje, por nuk është kërcënim. Më shumë si një sinjal për t'u hapur dhe për t'u ngritur ajo ura e komunikimit. 5 monedat tregon se ndoshta keni ndjerë mungesë mbështetjeje ose ndarje energjike me dikë. Por mbreti i shpatave ju jep forcën intelektuale për të menaxhuar emocionet përmes qetësisë dhe jo përmes ndjeshmërisë së tepërt. Ju vendosni kufi të shëndetshëm. 4 monedat në fund paralajmëron të mos mbylleni emocionalisht. Mbrojtja është e mirë, por mos lejoni që zemra të ngurtësohet. Ndonjëherë njerëzit nuk dinë si t'ju japin dashurinë që meritoni, por kjo nuk do të thotë se ajo mungon. Në mënyrë intuitive unë do të thoja që kjo fush flet për balancën mes kontrollit dhe dorëzimit. Ju mund të qëndroni të fortë, pa u izoluar shpirtërisht. Kalojmë te dashuria. Në dashuri, kjo është sfera më emocionale, ku thellësia dhe misteri ndërthuren. Kartat 9 shkopinjt, asi i shkopinjve, 2 shpatat, krye priftëresha dhe kalorësi i kupave, që ranë të dyja së bashku tregojnë një udhëtim nga mbrojtja drejt hapjes. 9 shkopinjt tregon lodhje. Ndoshta jeni përpjekur shumë për të mbrojtur zemrën tuaj. Keni kaluar një periudhë sfiduese dhe tashmë jeni të kujdesshëm për të mos lejuar askënd të hyjë lehtë në shpirtin tuaj. Megjithatë, asi i shkopinjve sjell ringjallje pasionante dhe energji të re dashurie. 2 shpata tregon një hezitim emocional. Mund të jetë hezitim emocional
për të marrë një vendim, për t'u hapur apo për t'u distancuar, për të ndjerë apo për t'u ruajtur. Dhe këtu hyn kryepriftëresha, karta e sekretit dhe intuitës. Kjo tregon se përgjigjet nuk vijnë nga logjika, por nga ndjesia. Çfarë ndjeni është e vërtetë, sado e pakuptueshme t'ju duket në moment. Dhe në fund kemi kalorësin e kupave që zbut gjithçka, që mund t'jetë një ofertë dashurie që ju e merrni ose e jepni, një afrim i butë, ndoshta dikush që shfaq ngrohtësi, ose doza romantizmi që ju hapi në zemrën pak nga pak. Në këtë sektor, reflektimi i orakullit merr formë të zemrës. Do thoja shikoni në pasqyrë ndjenjat tuaja pa i gjykuar, sepse vetëm përmes ndjeshmërisë ju arrini thellësinë e dashurisë që kërkoni. Kalojmë tek puna. Në punë, kombinimi i kalorësit të shkopinjve, 8 monedhat, djalli dhe 6 shkopinjt përmban forcë dinamike të jashtëzakonshme. Kalorësi i shkopinjve është përshkrimi i entuziazmit tuaj, ju ndiheni motivues, krijues, plot ide. 8 monedhat thekson përkushtimin, punën e kujdesshme dhe të natyrshme të peshores, por djalli tregon një moment të rëndësishëm që duhet të ketë kujdes ndaj lidhjeve që ju mbajnë të mbyllur në rreth, si puna përtej kufive të durimit, apo ndjenja e varësisë nga sukseset materiale. 6 shkopinjt e mbyll me fitore, ju arrini qëllimin, merrni lavdërime dhe ndiheni të vlerësuar, por vetëm nëse kujdeseni të punoni me pasion, jo me fiksim, sepse djalli është dhe fiksim. Pra mësimi është i qartë, ju jeni në kulmin e arritjeve, por duhet të ruani lirinë që e bën punën të ketë kuptim. Vetëm atëherë arritja kthehet në gëzim dhe jo në peshë. Kalojmë në prizëm orakull ku kemi reflektimin. Kjo fjalë, kjo kartë është udhëzimi shpirtëror i javës për ju. Kjo nuk është thirrje për të analizuar, por për të pasqyruar si një pasqyrë e qetë që nuk shtrëmbëron, por thjesht pranon. Pra Zoti ju kërkon të ndaloni për një moment, të shihni jo vetëm çfarë ka ndodhur rreth jush, por edhe si ka ndryshuar brendësia juaj nga ajo përvojë. Pra, në këtë reflektim ndodhet forca që lejon të shihni veten me dëmshuri dhe qartësi, duke ju çliruar nga peshat psikologjike. Kjo javë është për t'u përqafuar me vetë butësi, pra përqafoni veten tuaj me butësi dhe dashuri. Për t'i kujtuar vetes se edhe kur ndaloni, rruga nuk humbet, ajo bëhet më e kthjellët. Paçim!